Të nderuar besimtar, vazhdojmë me lejen e Zotit së bashku me temën tonë më i miri i njerëzimit, Muhamedi alayhi salatu wassalam. Javën e kaluar u ndalëm të flasim për ata besimtarë të cilët si shkak i dhunës së idhujtarëve, si shkak i torturave të shumta, u detyruan që të largohen nga Mekka për në Etiopinë e sotme. Mirëpo do të ndodhte një ngjarje në Mekë ku Muhamedi alayhi salatu wassalam, duke u falur në Kabe së bashku me besimtarët, po lexon disa ajete kuranore. I dëgjojmë këto ajete besimtarët dhe idhujtarët, dhe si shkak i renditjes së mrekullueshme të ajeteve kuranore, kur Muhamedi alayhi salatu wassalam arrin në fundin e kësaj sureje, ku Allahu thotë, binin sejdë Zotit, besimtarët së bashku me profetin alayhi salam ranë sejdë. Mirë po, nga mahnitja e madhe, edhe idhujtarët të cilët i dëgjuan këto ajete kuranore, shkuan sejdë së bashku me besimtarët. Dhe ky lajm u përhap dhe mori dhenë, dhe do ta marrin vesh këtë lajm edhe ato pak besimtarë që ishin largu si shkak i dhunës, dhe do të kthehen në vendin e tyre me njetin e mirë, me dëshirën e madhe që të jetojnë në vendin e tyre, që të kenë mundësi me praktiku rrugën e Zotit, fenë e Zotit në shtëpiat e tyre. Mirë po, kur u kthyen, panë që gjendja ishte e njëjtë. Panë që dhuna vazhdonte njëjtë. Madje për 3 vite idhujtarët do t'ju bëjnë besimtarëve një bojkot total, duke ndaluar që dikush t'ju shes besimtarëve, duke ndaluar që dikush të blej prej besimtarëve, duke i ndaluar martesa ndërmjet besimtarëve dhe idhujtarëve. Dhe kështu vështirësia do të shtohej akoma më shumë. Atëherë Muhamedi alayhi salatu wassalam do t'ju jap leje sërish disa prej besimtarëve. 84 apo 85 prej tyre do të marrin leje nga profeti i Zotit që dhe një herë tjetër të emigrojnë nga Mekka për në Etiopi, ku në atë vend ishte një mbret i krishterë, por që ishte cilësuar nga Muhamedi alayhis salam si njeri i drejtë, i cili nuk ju bënte padrejtësi banorëve të vendit të tij. Mirë po, idhujtarët nuk ishin rehat. Shpirti i tyre nuk binte rehat. Do të nisen 2 prej idhujtarëve që të shkojnë në Etiopinë e sotme, një distancë e largët. Për çfarë të shkojnë atje? Që të flasin me mbretin dhe t'i mbushin mendjen mbretit të atij vendi, që këto besimtarë që kanë ardhur në vendin tënd t'i kthesh sërish në Mekë. Shkojnë tek mbreti me ato dhuratat e shumta që i kishin marrë me vete, ja ofrojnë dhuratat mbretit dhe po diskutojnë me të, duke i treguar për gjendje, duke i treguar se këtu në vendin tënd kanë ardhur disa njerëz të cilët janë rebel, janë njerëz të këqij, njerëz të cilët grinden me familjarët e tyre, njerëz të cilët grinden me popullin e tyre, njerëz të cilët e ndjekin një njeri atje në Mekë të quajtur Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili ka këtë dhe këtë cilësi të keqe. Kush? Muhamedi alayhi salatu wassalam. Kështu idhujtarët asnjëherë nuk do të jenë të ngopur me ty edhe me mua, derisa ti ta pasosh rrugën e tyre. Mirë po, ky mbret nuk ishte me ndjeleh, ky mbret nuk ishte në të kotën, dhe nuk pranon kurse si t'i kthej pa i dëgjuar pikë së parë.
i urdhëron mbreti ato vartësit e tij, duke i thënë: mi sillni këto njerëz që kanë ardhur para meje. Dua t'i pyes vet ata, dua t'i dëgjoj vet me veshët e mi çka thon ata, çfarë problemi kanë ata, cila është arsyeja që ata kanë ardhur në vendin tim. Dhe kështu duhet jetë dhe besimtari i mençur. Kur dëgjon një llafe për dikë, mos e marri atë të mirëqen, por nëse dëshiron ta gjejë vërtetën, të shkoj ta takoj dhe ta dëgjoj dhe të bisedoj drejt për drejt me personin në fjalë, që ta marrësh të vërtetën nga personi në fjalë dhe jo nga llafet e njerëzve që për fat keq sot është përhapur shumë kjo gjë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam kishte caktuar si të parë të këtij grupi djalin e xhaxhait të tij, Jafar ibn Abi Talib, vllai i Aliut radhiyallahu anhu. Kur besimtarët dëgjuan se mbreti po i ftonte, i drejtohen të pari tyre Xhaferit, Allahu qoftë i kënaqur me të, dhe i thonë: po tani çka do t'i thush mbretit? Se me bo një gabim me fol ti, atëherë na përzejnë nga ky vend dhe shkojmë sërish në Mekë ku vazhdon dhuna. Çka i thot Xhaferi? I thot një fjalë o vëllezër që duhet të jetë mësim për ne. I thot: do t'i them mbretit vetëm se të vërtetën. Do t'i them mbretit vetëm se atë që ka thënë Allahu dhe atë që ne ka thënë Muhamedi alayhis salam. Po sa herë unë edhe ti si besimtar përballemi me njerëz që nuk janë të Islamit dhe me njëherë mundohesh ti edhe unë me ndru pak fenë e Zotit, me ja zbut pak atij tjetri që ti pëlqej. Po kush je ti edhe unë? Si po e ndron ti fjalën e Zotit që ti bosh qefin robit Zotit? Por nuk ndrohet fjala e Zotit, se fjala e Zotit ka 1500 vjet afërsisht e zbritur tek Muhamedi alayhis salam dhe nuk lejohet dhe nuk ka ndodh dhe nuk do të ndodhi që ti ndryshohet një presje apo një pikë vetëm. Sa herë ne ngushtohemi para mediave, para atyre të fuqishmëve, para deputetëve, para kryeministrave, që ne e ndruj çik fjalën, që ti bëhet shefi atij, po ti bëj shefin Zotit. Nuk ka, thot Muhamedi alayhis salam, kënaqësi nuk ka me kënaq robin kur hidhrohet Zotit. Ti po hidhron Zotin tat, do kënaqesh rob. Shkon Xhaferi, Allahu qoftë i kënaqur me të, përballë mbretit. Dhe Nejašiu, ky mbret, i drejtohet duke i thënë: pse keni ardhur në këtë vend? Pse ju keni ardhur në vendin tim? Çfarë synimi keni që keni ardhur në vendin tim? Dhe çfarë problemi keni ju me popullin tuaj që keni ardhur këtu? I drejtohet Xhaferi radhiyallahu anhu dhe i thot: o mbret, ne na ka porosit i dërguari jon Muhamedi alayhis salam që të vim në vendin tënd. Dhe na ka thënë: shkoni atje se atje është një mbret i drejtë. Po cili është problemi ju që keni ardhur këtu? I drejtohet Xhaferi, Allahu qoftë i kënaqur me të, dhe i thot: o mbret, ne ishim një popull i cili adhuronte idhuj. Ishim një popull i cili e pinim shumë alkooli. Ishim një popull i cili e shkelte të doptin. Madje ishim një popull që e luftonin njëri tjetrin. Ishim një popull që i varrosnin vajzat tona për së gjallë. Derisa Allahu i lartësuar na nderoi me një pejgamber të madh. Derisa Allahu i lartësuar na nderoi me një pejgamber të madh, i cili na porositi që të mos adhurojmë askën tjetër përpos Allahut të lartësuar. Një pejgamber i cili na porositi që ti respektojmë prindrit tanë, një pejgamber i cili na dha amanete të mëdha për farefisin tonë, një pejgamber i cili na këshilloi dhe na urdhëroi që të largohemi nga alkooli, nga kamati, nga zinaja, nga e kota, nga rrena, nga mashtrimi.
Naxhashiu po dëgjon me vëmendje dhe po thuaj se këto fjalë po futen në zemrën e tij. Po thuaj se këto fjalë të cilat po i thot ky sahabi i nderuar po futen në zemrat e Naxhashiut, këtij mbreti të krishterëve. Pasi Xhaferi, Allahu qoftë i kënaqur me të, e mbaroi fjalën e tij, Naxhashiu i drejtohet duke i thënë: a ke me vete ndonjë fjalë të asaj që i ka zbrit profetit tuaj? A ke me vete ndonjë ajet kuranor? Dhe këtu kuptohet zgjuarësia e muslimanit. Ajetet kuranore janë gjitha mrekulli. Ajetet kuranore janë gjitha një mrekulli e madhe. Por Xhaferi në këtë rast do të gjejë disa ajete kuranore që kanë të bëjnë edhe me të krishterët. Po e thot, atëherë thot, më lexo disa prej ajeteve kuranore. Atëherë Xhaferi do të lexojë pjesë të ajeteve kuranore nga surja Maryam. Nga surja Maryam ose Maria që i thot krishterët. Pra me lidh muhabetin, jo me fluturu në ajër kot, me qenë me kom tokë me atë që po flet. Nëse ti po flet me një njeri që është intelektual, duhesh me ditë se si dhe duhesh me ditë se çfarë me i thonë. E nëse po flet me një njeri thjesht, i cili kur s'ka lexuar ndonjëherë, ati thuj la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, falë namaz në gjuhë lehtë, se ndryshe nuk është të kuptuar. Xhaferi fillon të lexojë disa ajete nga surja Maryam, ku Allahu i lartësuar thot: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kaf ha ya ain sad. Dhikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiya. Ajetet e para të surës Maryam, ku Allahu subhanahu wa ta'ala tregon rastin e kujdestarit të Maryamës, alayhi salam, Zakaria alayhi salam, profet i Zotit, i cili ishte kujdestar për Maryamën. E pastaj në këto ajete kuranore, Allahu subhanahu wa ta'ala tregon për Zakaria, se si Zoti i gjithësisë në pleqërinë e tij, Zakarian alayhi salam e përgëzoi me fëmijë, duke thënë bashortja e tij: po si do të kem unë fëmijë, unë jam një plagë, jam mosh, jam e moshuar, kështu ka caktuar Zoti. Do të keni një fëmijë, madje një djalosh, të cilën do ta emërtoni me një emër që askush s'e ka pas më para, Yahya alayhi salam. Kur i dëgjon këto ajete, Naxhashiu fillon të çaj. Subhanallah. Një njeri i cili është pa të keq në zemrën e tij, me bo me ngju Kur'anin, vallahi do t'i rrjedhin lot. Sa herë ne ngjojmë Kur'an dhe zemra jonë është ngurtësuar aq shumë sa që s'na bëjmë përshtypje fare. Zemra jonë është mbyll aq shumë në dynjan e saj sa që ajetet kuranore kalojnë thjesht si disa vargje që ne nuk i kuptojmë dhe këtu mbyllet çdo gjë. Naxhashiu i drejtohet Xhaferi duke i thënë: këto ajete që ti po mi tregon janë të njëjta sikurse ato pllakat që i zbritën Musait alayhis salam. Pra ndërmjet jush muslimanëve të sotshëm, pra të asaj kohe, dhe ndërmjet të krishterëve të kohës së mëhershme, thuaj se është e njëjta gjë. Dhe unë thot, ju jap besën time që ju do të rini në vendin tim, shtetin tim, dhe t'jetoni këtu sa të doni. Dhe i thot atyre dy lujtarëve që kishin ardhur me i mush menën mbretit me i kthy, i thot ikni se nuk ju alshoj kur. Se këto s'ka në gjë të keqe. Po çka po i boshin besimtarët mbretit? Çka po i boshin besimtarët Mekasve? Ishin në shtëpinë e tyre, në tokën e tyre. Por të tillë janë i lujtarët. Të tillë janë jo muslimanët, kundrejt musliman. Mirë po, a ranë rehat këto dy persona? Vallai, është vështirë që
i dhujtari dhe i keqi bina herë rehat me musliman. Ti e në shtëpi tate, fal namaz, ndjek sunetin e pejgamberit alayhi salam, deri ai atje në media dhe të shanë ty, musliman të kanë fal. Çfarë po të bëjmë musliman ty në të vend? Ikni në Arabi, po ç'është me iku në Arabi, s'kam as shtëpi, as tokë, as gjë, as pasaport. Unë jam tu jam lind, tu jam rrit. Dela ai atje të shkruan libër, jam musliman. Ty i shaq musliman, ai zotnia atje. Po kush je ti më zotni? Në tokë Zotit, shtëpi të Zotit, çfarë po të bëjnë musliman në këtij vendi ty? Dela ai tjetër atje islamofob. Ka 2 djem që falin namaz, ai ka islamofobëve në Shqipëri. Dhe thot, muslimanët e këtij vendi do t'i vejnë flakën Shqipërisë. Po flakën po ja vejnë ti Shqipërisë, jo unë edhe besimtar. Se ne janë urdhëruar për Zotit me qenë drejt, me qenë mirë. Flakën po ja vejnë ti që po zapton tokat e muslimanëve dhe don me i bë pallate dhe gadaçela. Ti po ja vejnë flakë. Jo dikush që është shpinë e vet, në rahatin e vet, në adhurimin e vet, kundrejt Zotit ti. Nuk bin rahat këto 2 i dhujtar, dhe të nesërme shkojnë sërish tek mbreti. A ti them në llafë tjetër se inshallah po i mushet menja dhe po na jep, po na i kthen në Mekë dhe të vazhdojnë dajakun atje. Shkojnë tek mbreti dhe i thojnë, o mbret, ti nuk e din se çka thonë këto musliman për Isën dhe për Meremen. Ti se di çka thonë to për Isajin, për Jezusin. Atëherë mbreti thot, sheka kjo punë, hajeni dhe i herë ju këtu. Na tregoni tani çka thoni ju për Isajin. I thonë besimtar Xhaferit. Qa do thush tani? Me bo me i thonë që Isaj nuk është biri i Zotit, të vret, kthen mbrapsht. Me bo me i thonë që Isaj nuk është Zot, të vret, kthen mbrapsht. Se kështu e beson një krishtieri këtë gjë. Çka i thot Xhafer? A e drolli muhabetin? A i tha edhe ju mirë e keni, ju krishterë dhe në muslimon mirë, edhe që fudi e ka mirë, edhe i që adhuron diellin e ka mirë, po qysh e ka mirë? Një Zot pra, la ilaha illallah. Gjitha tjerët bim poshtë, illallah, përveç Allah. I thot Xhaferi, Allahu qoftë i kënaqur me të, do t'i themi mbretit vetëm të vërtetën. Dhe kështu duhet me qenë muslimani. Vetëm të vërtetën. Vin Krishtlindjet edhe pak, gëzu Krishtlindjet, të shkruan musliman në internet. Po çaj të thonë musliman? A jenë terezi, as jenë terezi? A jenë në rregull, as jenë në rregull? A ke hap një herë në i faqet libri me lexu? A e din çfarë do thot la ilaha illallah apo jo? Se me i thon tjetrit gëzu Krishtlindje, se ku me thon gëzu lindjen e Krishtit. Gëzu Pashkët, gëzu atë, gëzu këtë. Po edhe ato na e thojnë ne, po pastaj në çështjet e fesë më të çoni pe. Thoni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dhe kapuni fort. Një rrugë është, inna dina indallahi l-Islam, e vetmja feje për numën e Zotit Islam. Nëse thu gjithë e kanë mirë, atëherë do dalësh para Zotit do t'japësh llogari. Atëherë shkon Xhaferi tek mbreti dhe ai thotë çka thuti për Isajin dhe për Merem. I drejtohet duke i thënë, ne besojmë që Meremja, nëna e Isajit alayhis salam, ka lind Isajin pa baba. Pra nuk ka pas kontakt me burr. Ka qenë caktimi i Zotit. Allah ka thonë bohu dhe bëhet. Zoti tha, krijimi i Isajit është si krijimi i Ademit alayhis salam, robit parë. Tha Zoti, bohu Adem, fryu shpirtu bo. Tha Zoti, bohu Isa, fryu shpirtu bo. Isaj, tha Xhaferi, është rob i Zotit dhe është pejgamber. Është rob i Zotit dhe është pejgamber i Allahut të lartësuar. Kështu e besojmë ne muslimanën çështjen e Meremës alayhis salam dhe çështjen e Isait alayhis salatu wassalam. Dhe pas këtyre fjalëve, Naxhashiu, ky mbret i drejtë, vendosi që besimtarët do të qëndronin në vendin e tij dhe do të kishin mundësi që ta adhuronin Zotin si të donin ata dhe të vepronin sipas ligjeve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Ndërkohë, në Mekë vazhdon jeta dhe vazhdojnë torturat dhe sprovat për besimtarët e Mekës
dhe në vitin e 10 të shpalljes, pra 40 vjeç, Muhamedit a.s. i erdhi shpallje. Në moshën 50 vjeçare, pra në vitin e 10 të shpalljes, Muhamedit a.s. do t'i ndodhin 2 ngjarje të mëdha, të cilat do ta pikëllonin shumë profetin e Zotit. Do të ndronin jetë 2 persona shumë të afërt të profetit a.s. I pari besimtar apo besimtare dhe i dyti jo besimtar. Mirë, profeti a.s. po pikëllohet për besimtari, po si me u pikëllu për jo besimtari? Islami në çështjet e jetës nuk na ndalon kurse si që të shkojmë mirë me jo besimtar. Islami nuk na ndalon që të shkojmë mirë me besimtar. E ke një shok, një mik të afërt, shko mirë me të, kish shkumeni themi me të. Në çështjet e fesë distancohu. Kjo është feja ime, kjo është feja jote. Ama në çështjet e punës, jetës, marrëdhënieve njerëzore, shko mirë me të. Do të ndrojë jetë gruaja e Muhamedit a.s. Ndron jetë bashkëshortja, një prej grave dhe një prej personave që ndihmuan më së shumti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E pa dyshim, ai i cili e ka provu që t'i ndrojë jetë bashkëshortja e tij, ky është një pikëllim i madh. Dhe do të ndrojë jetë gjithashtu dhe xhaxhai i tij, Abu Talib. Xhaxhai i tij, i cili në moshën 8 vjeçare e mori kujdestarinë e Muhamedit a.s. dhe u kujdes për të gjatë gjithë jetës tij. Kur pejgamberi a.s. dëgjon që xhaxhai i tij është shumë i smur dhe është në çastet kritike të jetës së tij, shkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pranë xhaxhait të tij, me shpresën që xhaxhai i tij do ta pranonte Islam, duke ju drejtu xhaxhait të tij: o xhaxhai, thuj la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, pranoje Islamin dhe unë do të ndërmjetësoj tek Zoti për ty që Allahu të të falë dhe të fusi në xhenet. Mirë po, idhujtarët nuk janë të qetë. 2 prej kokave të idhujtarëve në Mekë, Ebu Gjehli dhe Abdullah ibn Ebi Umeja, 2 persona, shkojnë tek Ebu Talibi, ndërkohë që Muhamedi a.s. e ftonte për në njësim të Zotit, në fjalën la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, idhujtarët i thojnë: po Ebu Talib, a do ta lesh ti fenë e babës tatë? A do ta lesh ti rrugën e babës dhe prindërve dhe të parëve tanë? Mos u turpro, mos e le fenë të parëve tonë, mos thuj la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Dhe kështu xhaxhai i pejgamberit a.s. hatri i këtyre 2 burrave dhe hatri i të parëve të tyre vdiq në idhujtari dhe nuk e pranoi Islam. Hatri i shokut. Po e dini cila është e bukura e kësaj ngjarje? Që njëri prej këtyre personave që u bë sebeb që ky me vdek në idhujtari, më vonë u bë musliman. Abdullah ibn Ebi Umeje do ta pranonte Islamin. Ky vdiq idhujtar në xhehenem për gjithmonë, ky e pranoi Islamin. Po hatri i shokut sot sa gjuna e bën. Hatri i mikut sot, atë se po e bëj këtë gjuna, hatri i këtij shokut. Atë se po e bëj dhe këtë, hatri i mikut, hatri i babës dhe i nonës. Në fenë e Zotit nuk ka as hatër të babës dhe të nonës, e leje pastaj më hatri i mikut apo i shokut. E lutim Zotin ton që të na bëjë të qëndrueshëm në fenë e tij. E lutim Zotin ton që të na falë dhe të na mëshirojë të gjithëve. E lutim Zotin ton që të na falë ne prindërit tan, të afërmit tan, të gjithë besimtarët dhe besimtarit kudo që janë. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.